Mirë mëngjesi giganti nga Gëzuar Tetova. Bajramin. Bashkim Sulejmani. Se ç'po dukesh sikur për Bajram është vesh, ë? Për zotit. Pse more vlla çfarë keni sot veç një këmishë kanë vesh edhe ato Bën mezi e dritë. gjeta. Edhe kjo është këmisha e Bajramit më duket. A më duket ai pas ka marrë syzet. Edhe syzet e ke arru. Se Jo, mbaj se të qëndrojnë shumë mirë. Jo, bashkim, ta mbaj lejojmë, syzet. ta lejojmë. se janë njerëzit mendojnë se janë syze çallami, po në fakt janë syze për qorra. Bashkim, mos u merr me njerëzit, po shif reatin tënde personale sigurisht. Bashkim, ne pak më parë diskutuam që edhe një informacion që e kishte dhënë nga qyteti i Tetovës, probleme të shumta me monopatinat ose me trotinetët. Nuk e di pse edhe monopatinat quhen, edhe trotinet ne i quajmë këtej. Ka filluar që të bëhet një shqetësim shumë i madh në komunikacion. Jo më larë se dje unë pak më pari tregova edhe Valbonës, që ka filluar një sfidë në Shkup tek fëmijët që të qarkullojnë në mes rrugëve ku kalojnë dy vetura në anë të kundërta dhe fëmijët futen në mes automjeteve me një rrotë. Nuk e di, a ke dëgjuar për këta sfida të çuditshme që po bëjnë kalamajt në për rrugë? Drejtoro, pak e dëgjova atë që e diskutonit bashkë dhe interesant është fakti se nuk është vetëm ajo sfidë. Ka do me thënë edhe disa sfida të tjera shumë të rrezikshme që fëmijët i bëjnë në për rrugët e qytetit, sidomos gjatë kohës së mbrëmjes, gjatë orëve të mbrëmjes, kur fëmijët tentojnë që të ngrejnë në një rrotë atë monopatinën, kur fëmijët tentojnë që të bëjnë kthesa apo drifte të ndryshme dhe janë gjëra shumë të rrezikshme. Pikërisht për këtë dhe sektori punëve të brendshme të Tetovës bashkë me Ministrinë e Punëve të Brendshme që e nisi në nivel të shtetit edhe në Kumanov edhe në Tetovë, ka rezultuar që shumë fëmijë në moshën 14 vjeçare drejtojnë trotinetët në për rrugët e qytetit. Po them në për rrugët e qytetit, sepse kjo është më e dhimbshme, do të thonë nuk guxojnë që të drejtojnë trotinetet në për rrugë, por në trotuare. Megjithatë ndodh kjo dhe po drejtojnë në për rrugë, duhet të mbanë rregullisht gjatë mbrëmjes, por edhe gjatë ditës kaskën mbrojtëse, por edhe jelekët, po, dhe jelekët fluoreshente, të cilët japin sinjal për vozitësit, dhe kjo nuk bëhet, por më e dhimbshmja është se deklarata e djeshme e mjekut që incizuam në Spitalin Klinik të Tetovës ishte se 4 deri në 5 fëmijë në javë përfundojnë në Spitalin Klinik apo në ortopedi me lëndime të rënda. Ky nuk është numër final, nuk janë vetëm 4 apo 5 fëmijë. Janë 4 ose 5 fëmijë që përfundojnë me lëndime të rënda, që duhet intervenim kirurgjik tek ata fëmijët. Kishte raste të shumta, siç na shpjegoi edhe mjeku, që përfundojnë edhe me lëndime të atilla të ekstremiteteve që lën pasoja në rritjen e tyre në të ardhmen, do të thonë në zhvillimin e skeletit të kockave të fëmijëve, andaj rekomandimi gjithsesi nuk ishte rekomandim, por një kërkesë shumë urgjente e mjekëve ishte që fëmijët asesi të mos lejohen që të drejtojnë trotinetët, por të orientohen tek biçikletat sepse është edhe sport, edhe shëndet, edhe lëndimet janë shumë më të vogla. Në drejtim të kësaj e dim dhe një gjë tjetër, siç përmende drejtori në fillim, 4 deri në 5, do me thënë, janë numra zyrtarë, do me thënë që paraqiten, por sa janë ato ex officio, që nuk paraqiten asnjëherë, që shkojnë, trajtohen, gjoja se i ka rëshqitur këmba, ka rënë nga diku ose nuk e di se çka, trajtohet në kirurgji, operohet fëmiu, kthehet në shtëpi. Gjithnjë numrat zyrtarë të sektorit të punëve të brendshme në këtë drejtim, qoftë për aksidente, qoftë për lëndime të rënda, apo nuk e di se çka, janë 1 herë 4 ose herë 5. Do të thonë, nëse zyrtarisht ka 4 persona, duhet të ketë 24 ose 25 që paraqiten me këto lloj lëndime, por shkaku i frikës nga dënimet, nga intervenimet të tjera të policisë, zakonisht i ikin dhe nuk i paraqesin. Andaj është shumë këtu janë fajtorë edhe prindërit bashkim, a? Po si janë? Drejtoro, Një jo pjesë. edhe prindërit, por prindërit. Po. Sepse fëmiu nuk i ka ato 30.000 denar, 20.000 denar që të blej atë trotinetin, por i ka prindi i cili vendos që t'ia blej atë trotinetin. Por
edhe nëse ndodh që të vendos t'i ableja të trotinetit, të paktën mbrojtjet tek bryllat, mbrojtjet tek gjunjët, kaskën të vendoj, të paktën një lekun të vendoj nëse e don atë fëmijë. Dhe duhet që të jenë shumë të shtrënguar fëmijët që të mos lejohen asesi që të dalin në rrugë me trotinete të zhveshur, sepse faktikisht ata llogariten të zhveshur, sepse nuk kanë mbrojtje në asnjë anë. Vetë jam motorist dhe e di se çdo të thot në atë shpejtësi të aksidentohesh pa mbrojtje, pa kaskën ose pa mbrojtje, apo pa doreza ose nuk e di se çka. Domethënë është sikur të bësh mosdash zotit tentim për vetvrasje, thjesht. Nuk di se si ta krahasoj ndryshe, sepse je thjesht cullak. Edhe nëse prindërit e din tashmë që fëmijët e tyre përdorin trotinetat, a e din se si ngasin ato? Kjo është edhe pyetja që absolutisht nuk kanë ide se çfarë bëjnë fëmijët. Pikërisht. Paraqesin diçka tjetër, bëjnë diçka tjetër. Për të ditur prindi se ç'bën fëmiu dhe si e ngjet trotinetin, ai duhet të merr një trotinet tjetër dhe të shkojë pas tij. Kjo nuk ndodh. Ndërkohë që ne të gjithë kemi qenë fëmijë dhe të gjithë neve e dimë se fëmiu tjetër gjë thot në shtëpi dhe tjetër gjë bën në rrugë, indikuar nga rrethana të ndryshme, indikuar nga shoqëria, indikuar nga hiperadrenalina, bën krejtësisht tjetër gjëra. Domethënë, idenë nuk ja keni se çka shihet në shesh të Tetovës në mbrëmje nga fëmijët me trotinete, se çfarë manovrimesh të rrezikshme bëjnë, duke qenë as pak të vetëdijshëm se një lëndim i vogël në kokë ose në ekstremitete vitale do të jetë, domethënë, një lëndim i cili do ta ndjek gjithë jetën. Por ama sërish them, këtu nuk ka faj fëmiu, këtu ka faj prindi, sepse prindi ia mundeson fëmiut dhe harron që ta mbajë në kontroll. Nga sektori punëve të brendshme që para një muaj, kur edhe bëm raportin e parafundit si shkak i aksidentit që pikërisht këtu në qendër të Tetovës ndodhi, kur aksidentua një grua rreth të 40-ave, pikërisht me trotinetën nga një makinë, edhe atë paramendojeni në Vizbardha. Aty u aksidentua dhe përfundoi me lëndime të rënda në spitalin e Tetovës. Nga aty sektori punëve të brendshme i Tetovës ka nisur një aksion të rrept për trotinetet, por edhe për skuterët apo motocikletat, të cilat voziten nuk di si të them, pa asnjë rregull, pa asnjë kontroll, pa regjistrim, pa kaskë mbrojtëse, pa kaluar atë testin e nevojshëm, pa asgjë. Andaj edhe është për të përshëndetur kjo aksion dhe inkurajojmë sektorin e punëve të brendshme të Tetovës jo me dënime, por atyre personave që shkelin rënd rregullat dhe rrezikojnë jetën, t'ju merren mjetet motorike ose trotinetet ose gjërat, sepse me këtë ju ndihmojmë që t'ju zgjatet jeta. Nuk ju bëjmë asnjë dëm. Thjesht nuk i bëhet asnjë dëm. Andaj edhe neve mediumeve, edhe sektori punëve të brendshme po luftojmë në këtë drejtim sepse fëmijët vërtet janë në rrezik të madh nga këta trotinete. Një raport i fundit që lexova nga sektori punëve të brendshme planifikohet një gjë shumë interesante, të cilën sot do e kemi si temë që do e trajtojmë në edicionin informativ të orës 16 dhe 19 me komunën e Tetovës. Domethënë planifikohet që njëra nga 2 shiritët e rrugëve që janë të bëhet për autobusët dhe bicikletat, ku do të lëvizin pa tjetër, edhe trotinetët, do të lëvizin edhe motocikletat, edhe taksit, dhe në fund e gjithë kjo, besoni ose jo, do të rezultoj me shtim të rrezikut ndaj jetës atyre që drejtojnë trotinetët, që drejtojnë bicikletat dhe gjithsesi shtim të tollovis në qytet, por me shumë dëshirë pres që të përfundojnë në komunë, që të marrë të përgjigje të shohë se si është menduar ky projekt, sepse dihet që neve mediumet kemi atë rol, që të korrigjojmë gabimet e pakta që i bëjnë këta funksionarët tonë me tonelata, që të mund të ndihmojmë të bëhet diçka më e mirë për të rreth, për të mjedis ku jemi. Po, besoj që do të ketë një zgjidhje, një plan që të mos kemi, është shumë e tmerrshme bashkim të diskutojmë në lidhje me këtë temë, në vend të diskutojmë për diçka të bukur, për zbulimet, do një zbulim shkencor ose çrëndësi ka diçka, të bisedojmë, ne po bisedojmë për gjëra të thjeshta dhe shumë banale, të cilët Ministria e Punëve të Brendshme i kanë në dorë dhe mund të zgjidhë një herë për gjithmonë. Me 4 policë, në 4 bulevarde, zgjidhet ky problem bashkim. Kemi njerëz të pandërgjeshëm, e dim. Para Ministrisë së Punëve të Brendshme duhet institucioni familje, të kujdeset për fëmijët. Pikërisht. Kafshët dhe fëmijët, Zoti i ka dhënë që të kujdesemi ne të rriturit për ata sepse nuk din vetë. Por neve na mungon tepër kujdesi ndaj tyre, andaj edhe ndodhin këto gjëra. Domethënë fillimisht duhet filloj
kjo preventiv, ky kujdes nga familja, nga prindërit. Por si duket, jo të gjithë janë të informuar për rrezikun që sjell trotineti ose manovrimi me një rrotë që është vetëm 10 cm, që nuk të ofron asnjë lloj sigurie të mundshme, asnjë lloj sigurie. Andaj edhe ky prevencion duhet të fillojë nga shtëpia, nga prindërit, që të mos kalojnë në atë nivel që fëmiu t'i bëjë dhuratën një trotinet ose nuk e di se çka, ose nëse veç më ka vendosur për atë. Pajisjet mbrojtëse duhet të jenë të parat që duhet të blihen në momentin kur vendosë që fëmiu të t'i blesh trotinetë ose motocikletë ose nuk e di se çka. Pajisjet mbrojtëse janë të parat që duhet t'i blihen nëse do që ai fëmijë të ngas atë mjet pak më gjatë. Unë mendoj që një zgjidhje e caktuar do të mundsonte që me vërtet këtë rrezik tek fëmijët ta anashkalojmë një herë për gjithmonë. Unë mendoj që mosha 14 vjeçare është sërish shumë e vogël për të ngasur të trotinetët. Kështu që mund të arrisim moshën dhe në momentin që ndonjë fëmijë mund të kapet nga kompetentët në rrugë duke ngasur në çfarë do lloj mënyre që po vozita trotinetin, të merret, domethënë, trotinetin në këtë rast. Unë mendoj që mosha 14 vjeçare është sërish shumë e vogël, edhe plus nga fakti që ata nuk përdorin edhe... Sepse ka një rrezik tjetër, do me thënë, kur të vjen një motocikletë, një skuter, edhe nëse je pjesëmarrës në komunikacion me vetur e dëgjon, ka zë që vjen diçka drejt teje. Ndërkohë që duke ditur gabaritin ose madhësinë që kanë trotinetët, janë shumë të vegjël, shpesh te kalimi ndodh në anë të kundërt, në të gjata, dhe nuk e dëgjon as pak. Domethënë gjithnjë e ke në rrezik anën e gjatë ose jetën atij fëmiu që mund çdo moment të kalojë dhe ti nuk e dëgjon as pak atë. Andaj edhe janë gjëra shumë të rrezikshme që të marrin pjesë në komunikacion, por janë të rrezikshme sepse po e përsëris duke marrë parasysh madhësinë, gabaritin e tyre. Shpesh dinë që në semafor në rrugë të hyjnë në mes të makinave, të bëjnë 100 manovra me të cilat e vësh në rrezik dhe jetën tënde sepse po e preke atë, dihet që vozitësi është fajtor. Po në këtë rast besoni ndonjëherë nuk ka faj edhe vozitësi sepse ndodhin gjëra të paparashikuara nga ana e drejtuesve të trotineteve. Ata po gjithmonë në fakt trotinetët e rrisin rrezikun edhe të vozitësve të veturave. Po, dhe gjithmonë dalin fajtor shoferët. Kështu që gjithë shoferët me vetura le të jenë më vigjilentë sepse nuk na dihet, sepse është shndruar në një rrezik. Por unë do doja të thoja Bashkim, dikur infrastrukturën për shtegjet, për bicikleta edhe trotinet e patëm. Sot u shndruan shtegjet e bicikletave në parkingje. Kështu që këtu kemi një mëdyshje, sepse dikur prindërit u blenin fëmijëve duke ditur se ka vend për të qarkulluar, ndërsa sot të gjithë shtegjet janë të bllokuara, të shkatruara, me parkingje, me makina të shumta të cilët po qarkullojnë. Flas për në komunën e Çajirit në përgjithësi, shtegjet janë zhdukur tashmë. Njëjtë është edhe komuna e Tetovës, drejtoro. Kështu që ky është një problem skajshmërisht komunat që të krijojnë rrugë profitabile, që të krijojnë rrugë që do gjenerojnë para për ata, domethënë çdo hapësirë mundshme, çdo vendim mundshëm i dy anësorëve, i dy rrugëve shfrytëzohet për parkim sezonal. Ndërkohë që ka disa elemente, disa fenomene të çuditshme sepse kanë filluar të ngushtohen diku edhe trotuaret vetëm e vetëm që të mundësohet të ketë një parkim shtesë. Andaj në pamundësi tani për të gjetur një zgjidhje të këtillë, çfarë do bëhet? Do krijohet njëra anë e rrugëve për këto gjëra, por çka zgjidhim me këtë? Asgjë. Vetëm si i vendojmë në rrezik edhe më të madh. Ligji e parashes strikte që fëmijët të lëvizin deri në 5 km/h dhe atë në trotuar të kenë kaskën mbrojtëse, lekun ose nuk e di se çka. Por nga ana tjetër është për të dëshiruar, lem për të dëshiruar shumë edhe puna e sektorit të punëve të brendshme, seksionit për komunikacion, të cilët shpesh përpara hunde ju kalojnë dhe nuk marrin masa, ose vetëm me një shikim e shikon ose e din se sa shqetësim, sa nervoz të jetë, të krijon kjo, në momentin kur e shikojmë këtë. Sa shumë që fiksohen. Shef diçka që nuk bën dhe nuk marrin masa ndaj asaj. Kjo është realiteti që po jetojmë, po Bashkim, morëm edhe ne mesazhin, po është një fatkeqësi që po e shoh. Me trotinet edhe me shpejtësi. E shikon, të erdhi një mesazh Bashkim që thotë
merre dhe dil në teren dhe shikojmë se si mund të ndodhe. Urojmë që jo asnjëherë. Asnjëherë. Ti shohim ato manovra që po i flasim sepse unë sipas kam parë dhe s'du t'i shoh në fakt asnjëherë. Adriani të falë ato Do e bën. bëjmë një ditë këto që në kohë reale ta kemi ato që duhet. Përshëndetje shefo. Neve sot jemi kundër trotineteve dhe unë gjithë jetën do jem kundër trotineteve sepse janë gjëra shumë të rrezikshme që i vendojnë në rrezik tepër të madh si fëmijët dhe të gjithë të tjerët. Faleminderit shumë Bashkim që Urojmë bën që- një apel të tillë dhe që me të Do vërtetë vazhdojmë. shpresojmë që të paktën tek disa prind të ketë ndikuar kjo këshill, sepse unë mendoj që edhe përveç ligjit, pra siç e përmenda pak më parë, mosha 14 vjeçare është një moshë shumë e re për të ngasur çfarëdo lloj automjeti që ka të bëjë me shpejtësi të madhe, qoftë edhe për biçikletat që në shtegjet që nuk i kemi, mos të merret Jo, shtegjet i rreziku kemi, një i por janë tillë. të zëvendësuar me Po tash parkingjet të nuk makinave. ekzistojnë, e kupton, janë inekzistente, kështu që më mirë është që të shkojmë në ndonjë park, fëmijët të kenë mundësi të Mund vozisën të bëjmë biçikletat. zgjedhje të tilla, S'ka po. zgjedhje tjetër, Mund të bëjmë zgjedhje të fatkeqësisht. tilla, por uroj dhe shpresoj që edhe kompetentët, edhe komuna, edhe Ministria e Punëve të Mbrëmshme, që të dalin me policët të cilët janë në rrugë dhe le të dënohen një herë për gjithmonë, le të ndërpritet një herë për gjithmonë, përderisa nuk është bërë vonë, sepse kur do bëhet vonë, atëherë pastaj po vedisohemi se çfarë po ndodhen. Por edhe gjithë ky vedisim ndodhen thjesht 3-4 ditë. Kemi një amnezi kolektive, nuk e di përse po ndodhen kjo, por shpresoj që të vedisohemi një herë për gjithmonë, të paktën e dim të gjithë sepse vetëm kur na preket xhepi ne kemi vedisim, siç po ndodhen me Safe City. Ashtu. Po, Bashkim, të faleminderit shumë, edhe për temën nuk të Faleminderit pyetëm, juve. por shumë shkurt. Çfarë të bën që se tema e sotme është, çfarë të bën që të zgjohesh me dëshirë çdo mëngjes? Duke i ditur hallet, e lashet, problemet e shumta, ka diçka të fshehtë tek njeriu, përveç se dëshirës për jetë, ka edhe diçka të mirë. Për shembull, mua më lumturon që zgjohem në mëngjes që të pi kafe. E ka momentin më të bukur në jetë. Kujtro, ka dy gjëra që më bëjnë Jo të byrekun, zgjohem e dim ato buzëqeshur të në dyta. mëngjes. E para është ajo kafeja e mëngjesit dhe diskutimet se ku do godasim sot, çfarë do bëjmë sot. Dhe e dyta është ajo që nga puna jonë që bëjmë shohim tek tuk në disa vende që kanë ndodhur ndryshime nga ajo që kemi bërë ne, nga ajo që kemi punuar ne, dhe kjo të jep shpresë dhe të bën që të jesh pozitiv në mëngjes se ke gjithnjë për çka të luftosh që të mund ndoshta nga lajmet tona të ndryshohet diçka, të bëhet diçka më mirë dhe nesër ti ulesh përballë siç janë shumë objekte që fal lajmeve të televizionit Alsat në Tetov janë ndryshuar, janë rregulluar dhe kjo të jep një kënaqësi të veçantë. Jemi të paparë të gjithë së bashku. Bashkim, faleminderit shumë. Shumë faleminderit Ditë e Bashkim. bukur. Ditë e bukur dhe mirë gëzuar bukur dhe juve. Bajramin. Dhe shiu. Gëzuar qoftë bona. Bën dritë, shumë Faleminderit dritë, shumë shumë. dritë.